Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga El Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pastërtia është gjysma e imanit. Pastërtia është pjesë e imanit. Ose mund ta përkthejmë ndryshe, abdesti është gjysma e namazit. Falënderimi i Allahut, shprehja elhamdulillahi, e mbush peshorën e veprave. Lavdërimi dhe falënderimi i Allahut, ose shprehja subhanallahi walhamdulillah, e mbushin hapësiren ndërmjet qiellit dhe tokës. Namazi është shkëlqim, nur. Sadakaja është dëshmi, provë. Durimi është dritë. Ndërsa Kurani është dëshmi e sigurt për ty, ose kundërtejet. Çdo kush që gëdhin, përpiqet dhe bëhet tregtar i shpirtit vet. Mund ta çliroj atë nga zjarri, ose mund ta shkatërroj atë në zjarr. Me të drejtë, mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përcjellura nga ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për të përkufizuar imanin, dietarët citojnë këtë shprehje: imani nënkupton lirim dhe kultivim. Edhe në hadithin e përmendur, treguhet se imani është i përbërë nga dy gjysma. Gjysma e parë, pastrim, lirim nga bestëtnit, nga veset, nga risit dhe nga gjunahet. Dhe gjysma e dytë, zbukurim me virtytet e larta dhe devocion që lidhet me kultivimin. Imani synon pastrimin fizik dhe shpirtëror të njeriut. Gjithashtu imani ka për qëllim të rrënjos punët e mira tek individi. Pra, shprehja pastërtia është gjysma e imanit nënkupton pikërisht këtë nocion: pastrimin dhe lirimin nga çdo gjë e cila e kundërshton imanin dhe besimin. Për shembull, idhujtaria konsiderohet ndyrësi. Lirimi nga idhujtaria është kusht i imanit. Në surën At-Taubah, ajeti 28, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thotë: në të vërtet, idhujtarët janë të papastërt. Janë të papastër për shkak të besimit kot të tyre. Ndërsa në surën El-Hajj, ajeti 30, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thotë: andaj largohuni nga ndotësitë e idhujve. Largohuni nga ndotësitë e idhujve. Pra, e ka konsideruar idhujtarin dhe idhullin pjesë të papastërtisë kuptimore, besimore, shpirtërore. Gjithashtu, në surën El-Baqara, ajeti 256, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thotë: ai person që i mohon idhujt dhe mohon gjithçka që adhurohet në vend të Allahut dhe beson në Allahun subhanahu wa ta'ala, ka siguruar lidhjen më të fortë e cila nuk këputet kurrë. Kemi dy fragmente kuranore në surën El-A'raf, ajeti 82, dhe në surën An-Naml, ajeti 56, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon historinë e Hazreti Lutit dhe popullit të tij. Në këto dy fragmente kuranore, Allahu azza wa jall përmend fjalën e popullit të Hazreti Lutit, ku ata thonë: dëbojeni familjen e Lutit, dëbojeni besimtarët prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz që duan të mbahen të lirë, të pastërt.
Pra popullin e Lutit e shqetësonte fakti se besimtarët ishin të pastër nga përshtatësia e gjunahut të tyre. Si pastrimi fizik i ambientit, trupit, rrobave, edhe pastrimi shpirtëror janë kusht për saktësinë e namazit. Duke qenë se namazi është shtyllë esenciale e imanit, kushtet e tyre kanë vlefshmëri reciproke. Në një transmetim tjetër të hadithit ton, citohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: abdesti është gjysma e imanit. Pra, ky transmetim i dytë sqaron fjalën pastërti në hadithin ton, në transmetimin e parë. Ndërsa në Kur'anin famlart, namazi është quajtur iman, besim. Në surën Al-Baqara, ajeti 143, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: dijeni se Allahu nuk u humb besimin tuaj, nuk u humb imanin tuaj, do të thot nuk u humb namazin tuaj. Për rrjedhoj, kuptimi i hadithit bëhet: abdesti është gjysma e namazit. Islami i jep vlerë si pastërtisë fizike, ashtu edhe pastërtisë shpirtërore. Që kontradikt e madhe është që njeriu të lahet për ditë dhe të parfymoset në shërbim të pastrimit trupor, por të mos ketë të njëjtën ndjeshmëri edhe për pastërtinë e shpirtit. Një trup i pastërt, por me shpirt të ndotur, është si një këmish e pastër mbi një fizik të piset. Prandaj edhe muslimani dallohet me pastërtinë e tij fizike, me pastërtinë e tij morale dhe me pastërtinë e tij shpirtërore. Peshorja e veprave në ditën e gjykimit rëndon me punë të mira, nga veprat më të mira, por edhe më të lehta. Nga veprat më të mira, por edhe më të lehta, është dhikri i Allahut subhanahu wa ta'ala, përkujtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, përmendja e vazhdueshme e Allahut subhanahu wa ta'ala, si për shembull shprehjet Subhanallah dhe Elhamdulillah. Këto dy shprehje nënkuptojnë lavdërim, falënderim dhe madhështi ndaj krijuesit ton. Në një rast, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve të tij: shtojeni mbëltimin e pemëve në kopshtet e xhenetit. O i dërguari i Allahut, që janë pemë të xhenetit? Pyetën sahabët. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: pemë të xhenetit janë shprehjet Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Në një hadith tjetër, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhëron dhe thot: kush është i pafuqishëm që të ngarkohet me namazin e natës, kush është dorë shtërnguar për të shpenzuar pasuninë, dhe kush ka frikë armikut që ta luftoj atë, atëherë le ta shtoj dhikrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Le të thot sa më shumë shprehjet Subhanallahi wa bihamdihi, sepse kjo shprehje është më e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala se sa shpenzimi i një mali me ar fi sabilillah në rrugën e Allahut azza wa jall. Por mendoni sa i rëndësishëm, sa i shpërblyer është të angazhuarit me dhikrin, përmendjen, përkujtimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse njeriu i përkushtohet ibadetit të krijuesit, të plotfuqishmit, furnizuesit, çlirohet nga dënimi i Allahut. E nëse i përshkohet dhe i përkushtohet nefsit të tij, njeriu e humb vetveten. Nefsi ose nefsi është si idhull dhe shkuarja pas tekave të të cilit është si ibadet. Ndonë se ndjekja e nefsit është më e lehtë për individin, ai të çon në humbje, kurse angazhimi me ibadet për krijuesin e gjithësisë, për te vështirësive që mund paraqiten, fundin e ka në dritë dhe në shpëtim.
Namazi është vërtetuesi i imanit. Namazi pengon nga veprat e këqija, sepse është dritë që ndriçon zemrën dhe kthjellon mendjen, pastron shpirtin e besimtarit. Drita e namazit ja zbukuron fytyrën besimtarit me nurin e imanit dhe ja ndriçon atij urën e siratit ditën e gjykimit. Namazi është nur dhe dritë në dynja, në varr, por edhe në ahiret. Allahu subhanahu wa ta'ala në disa fragmente kuranore e ka përmendur dritën që do të shoqëroj besimtarin ditën e gjykimit. Në Kur'anin famlart, në surën El-Hadid, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: ditën e gjykimit, ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret me dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtën e tyre, dhe do të thuhet atyre: lajm i mirë sot për ju, kopshtet e xhenetit nëpër të cilat rrjedhin lumejt e ku do të banoni përgjithmonë, kjo është fitoria më e madhe. Ndërsa në surën Et-Tahrim, ajeti i 8, Allahu subhanahu wa ta'ala u drejtohet besimtarve duke u thënë: o ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju shlyej gabimet dhe t'u shpirë në kopshtet e xhenetit nëpër të cilat rrjedhin lumejt, ditën kur Allahu nuk do ta tërprojë profetin dhe ata që besuan bashkë me të. Drita e tyre do të shkëlqejë para tyre dhe në të djathtën e tyre. Ata do të thonë, besimtarët do të thonë: o Zotin, përsose dritën tonë dhe falna, vërtet ti je i fuqishëm për çdo gjë. Sadakaja ose bamirësia ose lëmosha është argument. Në hadithin ton, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar sadakan argument. Pse? Për dy arsye. E para, për sinqeritetin e besimit, sepse individi po jep diçka të lakmueshme për nefsin për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe së dyti, për shfrytëzimin e pasurisë në punë të dobishme. Ky argument do të ketë shumë peshë në ditën e gjykimit, ditën ku gjithë secili individ do të pyetet ku e ke fituar pasurinë dhe ku e ke shpenzuar atë. Nëse besimtari e ka fituar pasurinë me hallalek dhe e shpenzon pasurinë në punë dhe në çështje të dobishme për t'i shërbyer virtyteve dhe të mirës, ky shpenzim do të jetë argument për besimtarin ditën e gjykimit. Durimi është burim drite, është ndriçim dhe udhëzim. Durimin e ka përmendur profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin ton, duke e përshkruar atë se durimi është ndriçim, dritë, udhëzim. Pse është udhëzim? Është udhëzim për qëndrueshmërinë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në parimet e Kur'anit dhe të sunetit famlart. Durimi është udhëzim për vetë përmbajtjen dhe vetë kontrollin ndaj harameve. Gjithashtu durimi është udhëzim për dorëzim para caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala gjatë fatkeqësive. Çdo njeri ka nevojë që të tregohet i durueshëm në një punë të mirë, ose i durueshëm në largimin nga një punë e keqe, ose i durueshëm përballë caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala gjatë fatkeqësive. Të gjitha virtytet dhe punët e mira ndërtohen mbi durimin. Në hadithin ton është cekur edhe çështja e Kur'anit, se si ky Kur'an mundet që ta lartësojë besimtarin, ose edhe mundet që ta fundos besimtarin. Çdo muslimani i kërkohet që të besojë në Kur'an, ta lexojë atë, të përpiqet për ta kuptuar Kur'anin, të veprojë në përputhje me porositë e Kur'anit dhe të transmetojë mesimet dhe mesazhet e Kur'anit tek të tjerët.
Kurani është shkak për lartësimin në sferat e larta hyjnore, ose shkak për zbritjen në humneren e ulët shtazore. Lartësimi vjen kur ta lexojmë Kur'anin dhe ta përfaqësojmë denjësisht në jetën tonë private dhe shoqërore. Në jetën tonë private dhe në jetën tonë shoqërore, duke përfshirë marrëdhëniet tona tregtare, politike, shkencore në të gjitha fushat e jetës. Kur'ani është si një plan program mësimor që ka nevojë për mësues, që të bëhet i kuptueshëm, që të bëhet i prekshëm. Allahu Azza wa Jall e zgjodhi mësuesin më të mirë për t'ia sqaruar njerëzimit në praktik mësimet hyjnore. Nga këtu kuptojmë edhe rëndësinë e modelit profetik në të jetuarit e Kur'anit. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka përgjuar dhe ka përcjellur dhe ka reflektuar në përditshmërinë e tij mësimet kuranore. Edhe besimtari musliman, i cili përpiqet që ta lexojë Kur'anin, ta kuptojë atë, ta besojë atë dhe ta zbatojë atë në jetë, duhet të reflektojë të njëjtat mesazhe, të njëjtat porosi, të njëjtën dritë që përcjell Kur'ani në jetën tonë. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.